Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë për një opcion të rëndësishëm që e ka Adobe Illustrator. Unë këtu i kam kriju disa forma, i kam paraqit disa raste të ndryshme. Për shembull, kjo ka vetëm kufizim, stroke, do të thonë ngjyrë nuk ka. Kjo ka edhe ngjyrë edhe stroke, do të thonë ngjyrë fusha, do të thonë edhe kufizim. Ndërsa kjo edhe kjo e kanë ngjyrat e ndryshme, ndërsa kufizimi, trashësia është e njëjtë. Shikoni, edhe kjo janë të njëjta, po edhe kjo është vetëm opacity, do të thonë transparent është 50%. Kjo me këto janë 50% opacity. Kjo s'ka ngjyrë, ka kufizim me ngjyrë të kuqe. Unë i kam paraqit disa raste ndryshme për me pa efektin, do të thonë si funksionon ky efekt. Për shembull, nëse selektojmë këtë edhe shkomi të select, save, mumi me zgjedhje kemi disa opcione. Apo do me për shembull me zgjedh me fill edhe stroke. Do të thonë mi selektu cili objekt brenda dizajnit tu që kena filluar me punu e ka fillin edhe stroke-in e ka njëjtë. Nëse klikoj këtë, shikone, po dalin që kjo dhe kjo e ka edhe stroke-in edhe ngjyrën e ka të njëjtë. Po opacity është diçka tjetër, se nëse bëmi këtë 100%, atëherë këtu dyja janë 100% njësoj. Për shembull, nëse selektoj këtë, shkoj te select, save, për shembull këtë rast mund me kliku fill color. Kjo edhe kjo, do të thonë nuk kanë fill color, kështu që këto dyja e kanë përbashkët këtë, që nuk kanë fill color. Kështu që në këtë rast, nëse kishë shkuna me stroke, atëherë këto dyja nuk ishin selektu, po e kanë fillin të dyja të njëjta. Okej, që prapë të selektoj këtë, shkoj të select, same, nëse shkoj fill color, o selektu dhe më të fusha, fevrede. Këtë nga pranë brapa, nëse shkoj select, same, për shembull, stroke color, shikone, selektohen të gjitha këtu që kanë, pa më parasysh trashësia e stroke-it, vetëm ngjyra e stroke-it është e njëjtë. Shikone, të gjitha këtu e selektu. Kjo dhe kjo nuk kanë stroke hiç, kjo ka stroke, po ka çetër ngjyrë. Për atë arsye kjo nuk u selektu. Ndërsa nëse selektoj këtë, shkoj select, save, stroke, do të thonë kjo është për gjërësinë e njëjtë stroke-it, nëse selektoj, shikoni, këtu tjerat nuk selektohen, po vetëm këtu dyja. S'ka rëndësi fusha çfarë ngjyre ka, po trashësia e stroke-it. Këto dyja e kanë njëjtë, kështu që ka selektu këto dyja. Nëse selektoj këtë, shkoj select, same për shembull opacity. Shikoni, këto dyja s'ka rëndësi forma, s'ka rëndësi ngjyra, s'ka rëndësi stroke-i, vetëm opacity e kanë 50% të dyjat, kështu që këto dyja selektohen. Kështu që ky opcion është shumë i rëndësishëm kur kemi dizajn që kanë shumë elemente dhe domi me identifiku për shembull për me ndryshu ngjyrat. Për shembull në këtë rast, nëse e bëj këtë select, edhe e bëj select, same, fill color, selektohen të gjitha që kanë ngjyrën e njëjtë. A nëse klikoj këtu dy herë, edhe e zgjedh ngjyrën e kuqe, e bëj OK, shikoni për më një herë gjitha ju kanë ndryshu ngjyra. Kështu që është një element apo një efekt apo opcion, si do thoni, është shumë e rëndësishme për me kry punën sa më shpejt.